Prej mirësisë madhe të Allahut lartësuar ndaj nesh, është që adhurimet që ne kryejmë për ditëshmëri kanë një ndikim tepër të madh tek ne dhe ndikimi menjëhershëm. Sa herë që ndihesh i pikëlluar, i mërzitur, fale namazin, do të shikosh një qetësi që nuk e ke përjetuar më parë. Ndodh që ne kemi ngushticë, ngushtohet gjoksi. Lutju Allahut lartësuar, do të shikosh një lehtësim, një zgjerim, pra që nuk e ke përjetuar më parë. Sa herë që ne mbështetemi tek Allahu, sa herë që ne përmendim Zotin e gjatësisë, pra vazhdimisht kur përmend Allahun e lartësuar, do të shikosh që zemra jote do të ndjej një qetësi, do të ndjej një ngrohtësi. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Sa herë që adhurimi në jetën tonë i kushtojmë përparësi, ka përparësi, i kushtojmë rëndësi, dije që edhe ndikimi do të jetë i menjëhershëm.